Rezultati i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare tregoi se Kuvendi i Kosovës do ta ketë shumicën e nevojshme për konstituim dhe për formimin e qeverisë së re. Por mbetet e paqartë nëse legjislatura e re do ta zgjedh presidentin apo do të ketë përsëri zgjedhje. E shpjegojmë tani këtë situatë. Presidentës Vjosa Osmani i përfundon mandati më 4 prill 2026. Sipas Kushtetutës së Kosovës, presidenti i ri duhet të zgjidhet më së largu më 4 mars 2026, por jo më vonë se 30 ditë para se Osmani ta përfundojë mandatin. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, fituese e zgjedhjeve të 28 dhjetorit, tha se për këtë çështje do të diskutojë edhe me partitë në opozitë, por që fillimisht do të flasë me presidentën aktuale. Osmani në një intervistë për Radion Evropa e Lirë tha se e synon një mandat të dytë. Tani unë mendoj që Kosovës i duhet një vazhdimsi e punëve të mira. Rrjedhimisht kjo çështje tani do të jetë në duart të deputetëve të Republikës së Kosovës. Sipas Kushtetutës, presidenti i ri zgjidhet me 2/3 e votave të deputetëve. Pra, në 2 votimet e para, një kandidat duhet i sigurojë 80 vota. Nëse askush nuk e arrin këtë, bëhet votimi i tretë, ku të pranishëm në sallën e kuvendit duhet të jenë 80 deputet, ndërsa kandidati që merr së paku 61 vota zgjidhet president. Si do të veprojnë partitë që mbetën në opozitë? Partia Demokratike e Kosovës tha se duhet gjetur një zgjidhje kur të vijë koha e kësaj çështje. Sa i përket çështjes së presidentit, unë kam thënë që është proces i ndarë, unë pres fillimisht më konstitut kuvendi, me u formu qeveria, me vazhdu puna dhe kur të vijë koha e presidentit, besoj që ka mundësi me u gjetë formulë qysh më zgjedh presidenti edhe mos më blloku vendi. Partitë e tjera ndërkaq nuk dhan ndonjë qëndrim deri më tani. Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se shmangja e zgjedhjeve bëhet nëse partia fituese merret vesh për kandidaturën për president me partitë e tjera parlamentare. Do duhet që partia e parë ose me marrëveshje politike të ndërtoj një kandidaturë të rallës të presidentit aktuale ose të gjejë një tjetër që marr mbështetjen e të gjitha partitë të tjera. Vjosa Osmani ishte zgjedhur presidente në votimin e tretë me 71 vota për. Kuorumin për zgjedhjen Osmanit ja kishte mundsuar Lidhja Demokratike e Kosovës.